Të nderuar miq, Kosova do shkojë në zgjedhje të reja të parakohshme sipas gjitha gjasave në datë 7 qershor, pasi mbrëmja e djeshme u mbyll me tym të zi dhe jo të bardhë në kuvent, pasi deputetët nuk arritën të zgjidhin presidentin e ri, pasuesin e Vjosa Osmanit. Dy palët hollën akuza politike ndërmjet njëra tjetrës. Sigurisht që përgjegjësia më e madhe ndoshta në këtë rast bie edhe tek partia më e madhe që ka shumicën në parlament. Por tashmë do të jenë qytetarët e Kosovës ata që do të zgjedhin dhe do të vendosin se kush ishte fajtori për ta ndëshkuar, që po i çon edhe një herë në këtë proces zgjedhor. Shumica aktuale, pra vetëvendosja, apo opozita. Për të folur për këtë proces zgjedhor që kulmoi në këtë mënyrë, kemi të ftuar sërish profesorin Selatin Koceri, me të cilin e kemi ndjekur këtë proces. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Faleminderit ju. Profesor, ardhi i marrëveshjes politike në kutitë e votimit mësohet? Për fat keq doli ajo që e kemi paralajmëruar ka herë, dhe shpejtësia e aprovimit të disa marrëveshje ndërkombëtare, buxhetit, e disa ligjeve, por edhe disa bordeve, ka dhënë me kuptu se Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve dhe ka pas një skenar të tillë, sepse ai zotëri është i padenj dhe i paaft për ta menaxhuar qeverinë e Republikës Kosovës, kështu që me qëllim e bëri blokadën dhe fare nuk kemi të bëjmë këtu me opozitën, të cilët vepruan edhe punuan në atë që i shkonte për shtati zotit Kurti. Opozita normal që prej ditës së nesërme, pas mbajtjes së zgjedhjeve, menjëherë secila opozitë në çdo shtet demokratik të botës provon që të harxojë qeverinë. Dhe kështu është gjithçka normale, përkundrazi, unë mendoj që bashkëpunimi opozitar, këtë rast me pushtetin, ishte shumë i mirë, por ja që Kurti nuk ka dashur ta zgjedhë qeverinë. Për mua është shumë e rëndësishme që plani Ogurzi i përgatitur nga zoti Kurti dështoi. Ai ditë parëmbrëm ka pasur qëllim të bëj puç kushtetues mbi Republikën e Kosovës. Me shumë gjas, them se ka pas sigurisht ndërhyrje orëve të fundit nga faktorin ndërkombëtar në rrugët diplomatike të tyre dhe kanë penguar zotin Kurtit që ta çojë skenarin e vet deri në fund, dhe ai mbrëm ka pasur me zgjedh apo e ka pasur në plan, po të mos ishte ndërhyrja e ndërkombëtarëve, ka pasur plan ta zgjedh Feride Rushitin, presidente të Republikës Kosovës, në formën antikushtetuese apo sistemare. Amerikanët apo europianët që parandaluan, këtë ndihmoi edhe mesazhi që zbuloi Islamin. Kanë ndërhy edhe amerikanët, kanë ndërhy shtetet e Kuintit, sepse përndryshe Kurti ka qenë i përgatitur që vendin ta çojë drejt krizës madhe kushtetuese apo zgjedhjes presidentit në formë jo ligjore siç veproi. Tjetër, edhe paraqitja e zotit Ramush Haradinaj, kërcënimi me protesta masive, gjithashtu qëndrimi i opozitorëve gjatë gjithë kohës në parlamentin, në zyrat e veta, në parlamentin e Kosovës, ka lënë me kuptu se opozita do të reagojë, edhe dhunshëm nëse rastësisht Kurti do të provonte edhe një herë të zhvilloj procedurat për zgjedhjen e presidentit. Ka qenë e gatshme opozita që në asnjë mënyrë, qoftë edhe në formën më të vrasht, mos ta lejoj zotin Kurti ta shemb rendin kushtetues të Republikës Kosovës, dhe mbrëm ka qenë nata më e gëzueshme për të gjithë ne që e njohim skenën politike edhe e njohim mirë Albin Kurtin deri ku është i gatshëm të shkojë.
e kemi pa edhe në ftyrën e tij, e kemi pa në qëndrimin e tij, e kemi pa edhe gjatë gjithë kohës duke biseduar me zotin Konjufca, se a të vazhdojnë apo të mos vazhdojnë, dhe në fund ata dy, sepse askush tjetër, krejt tjerët janë vetëm vegla, janë vetëm pion. Në lëvizjen vetëvendose pytet pak Glauku, edhe prapa skenave Donika, Elvis Hoxha, Arber Zojmi, Hysametin Feraj, dhe është ai grupi i Tiranës, ai grupi dështak i komunistëve Tiranas. Pra, ju po thoni që ideologët janë Tiranë? Po, ideologët për fat keq janë nga Tirana, ata sepse unë e din zoti Bolla kom qenë vetë në lëvizjen vetëvendosje, dhe unë e di faktori shqiptar nga Tirana çfarë ndikimet mëdha ka te zoti Kurti. Gjithçka, ata në fund vendosin grupi 5-6 individëve të cilët në krye me këtë zonjën Dejona Mihali i marrin vendimet. Dhe në fund këtu e ka marrë vendimin vetë Kurti përkundër që Elvis Hoxha, Bojken Abazi, Hysametin Feraj, Dejona Mihali e kanë udhëzuar që të shkoj tutje edhe të shkel kushtetutën, por në fund Kurti ka pas frikë sepse është frigacak sepse zakonisht komunistët, ata që janë të tipit të Kurtit, i cili udhëheqet nga manifesti i Partisë Komuniste të Marksit, por idol e ka Leninin, edhe programin prej 52 faqeve komplet e ka të bazuar në manifestin e Partisë Komuniste apo revolucionin e Vladimir Ilich Leninit, edhe nëse nuk i shkon kë, e ka si rezervë Mao Tse-dunin. Domethënë, kë udhëheqet nga politika dhe ka pas qëllim që Republikën Demokratike ta shndrojnë në Republikë Komuniste e udhëhequr nga një autoritar si që është zoti Kurti, por për fat nuk ja arriti, edhe unë shpresoj që mos bëhet sot një kërkesë, një ankesë në gjykatën kushtetuese për të bërë pyetje se a kanë pasur të drejtë ta bojkotojnë kuvendin, se e kemi pa Albolena Haxhiun vazhdimisht është thirrë se nuk kanë të drejtë, o thirr atje në një vendim të mahershëm të gjykatës kushtetuese se gjëja deputetët kanë obligim të qëndrojnë në sallë, të votojnë për ose kundër, dhe këta ka shumë mundësi që brenda 48 orëve të bëjnë kërkesë në gjykatë kushtetuese, edhe pse gjykata kushtetuese kom e kthy apo nuk kom e pranu një kërkesë të tillë, sepse gjithçka ka qenë e sqaruar në vendimin e fundit që e ka dërgu për 34 ditë. Që t'i shtyj zgjedhjet me këtë kërkesë nëse bëhet. Po, qëllimi vetëm ajo që ka mbet për momentin dispozicion është si ta krijoj mundësinë që t'i shtyj zgjedhjet s'paku për një muaj. Por mendoj që edhe kjo kartë, edhe kjo letër ju ka djegë. Andaj kë patjetër do të shkoj apo ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse një kërkesë e tillë jam i bindur që gjykata kushtetuese nuk do ta pranoj, edhe do të shkohet brenda 45 ditëve, që më së afërmi mund të jetë 31 maji, e data më e largët duhet të jetë 7 qershori, dhe kështu Kosova shkon zgjedhje, edhe jam i bindur për ndryshime të mëdha në strukturën e Parlamentit Kosovës, sepse kjo që e kemi pa deri sot, me atë që ka përfaqësu mazhoronca në kuvendin e Kosovës, vërtet është tallje, vërtet ky popull të votoj në parlament tipin e zotit Batiri, pastaj edhe të
asaj Ardiana Batoshit, ati Fatos Gecit, të tillë, unë e kom thonë edhe një herë të zoti Bolla, 45 deputet, me qenë se ata deputet që kanë marrë ma shumë vota, të gjithë janë sistemun qeveri, në zavens ministra, në borde, e kështu me radhë kanë marrë funksione ekzekutive dhe kanë bet ai lujmi i fundit i lëvizjeve dhe aty është fut gjithkush. Kështu që ky parlament është dashur në këtë formë të përfundoj se përndryshe Kosova do të pëson të keq nga një përbërje tillë legjislative e cila është më e rëndësishmja sepse Kosova është shtet parlamentar dhe parlamenti vendos për gjithçka. Merrni me mend na aprovoj ligje për të ardhmen e fëmijëve tonë e për një përve besave tona Agim Batiri, i cili nuk e meriton të jetë një kryetar fshati atje e lere më tjetë parlamentar, e pam veprimet e tij me zonjen profesoresh. Po pati atë përplasjen. Edhe të kësë çfarë sjellje, çfarë Lushaku. Me zonjen Lushaku çfarë sjellje bën te Agim Batiri me ato sjellje, me atë mimik, me atë fjalor të vrashtë edhe të poshtër që vërtet mirë u bë dhe Kosova në brëm është dashur të festoj që po shkojmë zgjedhje dhe po bjen edhe do të bien nga pushteti një autoritar me tendenca për diktaturë. Profesor, ju tha që jeni bindur për ndryshime të mëdha, por Albin Kurti mbrëm në mesnatë në fjalimin e fundit në parlament, duke i ngjante më shumë një fjalim fushate, por kërkoi një opozit të re, pra duke sigur edhe opozitën do që ta përcaktoj, jo kjo, po t'jetë një opozit e re, sipas tij. Tani, a do arrit bëhet bashkë opozita, sepse mësimet nga kaluara i mori qarta, edhe për të ardhmen nëse vazhdon kështu, do t'jetë e njëjta gjë, pra do ta kaloj opozita veten partitë politike për t'u bërë bashkë. Unë mendoj që LDK-ja apo krahu i djathtë, që e quajnë partitë e djathta, do të bëhen bashkë. Besoj veç mbrëm, apo ka qenë definuar para, po atë që e thash dje, Vjosa Osmani deri në momentin e fundit ka menduar se do të jetë presidente, dhe ajo nuk ndodhi dhe mirë që nuk ndodhi. Zonja Vjosa Osmani si do që tjetë, ose me partitë veten, ose me LDK-n, cila do pozit, ajo do ta forcoj. Do ta forcoj patjetër, sepse përkundër asaj që në teren po bëhet, po luftohet apo në rrjete sociale, kundër zonja Vjosa Osmani, ajo e ka një elektorat stabil që do ta votojnë. Dhe unë e kom thënë edhe herave tjera, 50.000 vota plus vetëm nga Vjosa Osmani do t'i ketë. Po në këtë rast i ka 50.000 vota minus zoti Kurti. Dhe kjo i bie 100.000 vota ma pak nga për shkak të se i shkojnë LDK-s e i humben VV-s, kjo nënkupton që LDK-ja vetëm me këtë do të rritet. Por LDK-ja do të merr brenda radhës veta edhe disa parti të vogla dhe LDK-ja do të synoj 25% minimum. Edhe PDK-ja gjithashtu do të rritet sepse jam i bindun që një elektorat që ka qenë i dyshemt apo kanë shetitur në përparti, më në fund do t'i kthehen PDK-s, por do kthehen. Po, të pavendosurit do të kthehen edhe zoti Limaj me gjos do të kthehet më në fund në Partinë Demokratike, edhe po ndodhi që zoti Thaçi të merr vendim lirus me 19 maj, nëse nuk shtyhet në gjykatën kushtetuese, atëherë ai vetëm me prezencën e vet do të arres dhe PDK-ja në asnjë formë nuk do të mbetet nën 30%. Ndërsa VV-ja aty do të jetë, e para do të jetë, por është shumë e rëndësishme që vetëvendosja të mos shkoj mbi 40 deputet, në mënyrë që të ecë tutje edhe të zgjedhim kryetarin me kohë, sepse funksioni i parë që duhet të zgjedhet
pas konstituimit kuvendit do t'jetë presidenti e pastaj vazhdohet me qeverin e kështu me radhë. Unë pres që të kemi 3 subjekte të mëdha politike, VV-ja, LDK-ja me Vjosa Osmanin, PDK-ja me Fatmir Limen, eventualisht t'i bashkangjitet edhe partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe kjo duhet të ndodhë, domethënë ky krahu i luftës t'jetë me një parti e jo e ndarë në 3 subjekte politike, sepse kështu po rrezikohet një njeri që e meriton të jetë në kuvend zoti Limaj, por edhe Aleanca e cila patjetër duhet me qenë në kuvend, se në këtë rast e kemi Ramush Haradinajn, i cili pas familjes Jashari është familja më emblematike. Ramush në mos gaboj ka thënë që do largohet. Pa marrë parasysh është Dauti aty, është struktura, është Time Kadriaj, është Besnik Tahiri, janë disa deputet që ndoshta mund më thonë janë më të mirët ndër të gjithë deputetet që i kemi në për parti tjera, kështu që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e meriton patjetër jo vetëm të jetë me atë numër aq të vogël 6-8, por të ketë numër më të madh të deputetëve, sepse është parti që udhëheqet apo është udhëhequr deri sot nga një familje që vërtet është emblematike. Fati i keq është që na ka mbet parti regionale. Ka mbetur atje parti regionale e Rrafshit të Dugaxhinit, dhe kjo është dobësia më e madhe e kësaj partie, por me lëvizjet e fundit unë mendoj që edhe pjesa Rrafshi i Kosovës, edhe kjo pjesa tjetër do të përkrahin Aleancën që të ta kaloj pragun gjithsesi edhe në çdo formë. Unë mendoj që pjesëmarrja diasporës në këto zgjedhje do të jetë shumë e vogël, edhe kjo do të ndihmoj, se sa më i vogël numri i pjesëmarrësve në zgjedhje, aq më lart shkon Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe aq më poshtë bjen lëvizjave të vendosje. Në këtë rast është shumë e rëndësishme që lëvizjave të vendosje të jetë aty te 35% dhe urojmë që me mos pjesëmarrjen me aktive, se le të marrin pjesë me poste, me forma tjera nuk ka asnjë problem. Diaspora, por s'paku mos tjetë këtu, sepse edhe ndikimi i diasporës kur po vinë këtu, po ndikojnë financiarisht, sepse po i paguajnë populli në gjendje të keqe, po ju japin vllaznive, motrave para për të votuar Albin Kurtin. Domthonë po blejnë vota për votë drejt lëvizjeve të vendosje apo Albin Kurtit. Por unë mendoj edhe në diasporë ka lëvizur disponimi rreth Albin Kurtit, sepse tani më e kanë pa se ky zotëri vërtet po e çon vendin në një rrugë të keqe. Në krahun tjetër, Vjosa Osmani mendoni që në këtë kohë të shkurtër do pranojë që të rikthehet dhe ndoshta mund të jetë ajo kryesuesja, barqja e listës së LDK-s, apo t'i futet detit në këmbë dhe të garojë me subjektin e vet? Ta si duket kësaj radhe, LDK-ja është e përgatitur të kandidoj me një kandidat për presidente, domethënë siç e kishte VV-ja kur e kandidoi atëherë zonjën Vjosa Osmani, njëjtë do të veprojë edhe, se si duket disponimi qytetarëve është që zonja Vjosa Osmani, sepse ato lëvizjet e fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Trumpin, megjithatë ende ndikojnë, përveç VV-s e cila ka antidisponim apo është disponuar kundër. Jo, nuk kisha thonë që komplet elektorati i vetëvendosjes është kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por leadershipi i kësaj partie, por edhe kuvendarët në një farë mënyrë po shihet hapur se janë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që zonja Vjosa Osmani si kandidate për presidente, edhe pse ne kemi sistem parlamentar, kandidati as për kryeministër nuk përcaktohet paraprakisht, por ja ashtu është zhvilluar një traditë në Kosovë, edhe i caktojnë paraprakisht kush do të jetë president. Zonja Vjosa Osmani, qoftë e dyta, qoftë e para në listën e LDK-s, do të jetë e nominuara për presidente,
derisa zoti Abdi Gjiku do të jetë për kryeministër të Republikës. Kështu, pra, do të veproj Lidhja Demokratike pa marrë parasysh a janë koalicion, a do të formoj parti 3 zonja Osmani, ose do t'i bashkangjitet LDK-s. Mendoj që ndoshta me parti 3 ma shumë vota do t'i sillte LDK-s. Profesorit, e diçka të fundit kam, ju thatë që patim brëm një ndërhyrje të ndërkombëtarëve, të amerikanëve, të europianëve, por tani ajo që ndoshta mund edhe të ishte bërë është që në këtë krizë politike, edhe mes njëri tjetrit, se ne jemi një, ndoshta edhe Tirana mund të kishte bërë diçka për ndërhyrje, apo nuk mendoni që do merreshe parasysh fare? Ja, Tirana te Albin Kurti ma mirë që nuk ka ndërhyr. E pati një ndërhyrje zoti Rama me rastin e vizitave edhe përkrajes që ja bëri direkt në një summit atje në ku ishim Davosit, e pam që e përkrahu drejt për drejt zonjën Vjosa Osmani edhe për një mandat qeveritar, dhe mendoj që vendimi përveç asaj që me Trumpin zonja Vjosa Osmani pat raporte shumë të mira, por goditja finale, definitive, i është dhënë nga Edi Rama, sepse Albin Kurti ka qëndrim shumë të keq ndaj Edi Ramës. Edhe pse dikur Edi Rama e ka përkra fort Kurtin për të fituar, për të ardhur në pushtet, tani këta përveç asaj që flasin sa për kurtuazi, janë dy lider, jo ndoshta Edi Rama nuk e urren Kurtin, por Kurti e urren shumë Edi Ramën. Dhe ky njeri vërtet është i dëmshëm edhe po vazhdon të jetë rrezik për të ardhmen e Republikës Kosovës, sepse e shkatroi atje luginën e Preshevës, raportet në luginën e Preshevës janë të mërsisht të këqija në mesin e shqiptarëve, dhe aty po zbrazet dal nga dal, dhe lugina e Preshevës shumë shpejt do të mbetet pa shqiptar, me ato adresat të cilat ja ka marrë në Maqedoni me Vlanin e kemi pa se çka ka sjell gjua shqipe derisa ishte zyrtare, tani me ndërhyrjet e Kurtit nuk është gjuhë zyrtare, edhe atje ka shumë probleme, edhe unë pres që përveç asaj që NATO tani është edhe që i vetmi problem është që për ndryshe aty do të shpërthen të konflikti, ndoshta jo brenda Maqedonëve dhe por brenda shqiptarëve. Brenda shqiptarëve, aq keq e ka përqa atje faktorin politik shqiptar, sa që mendja nuk ta merr. Provoj edhe në Shqipëri, për fat nuk ja arriti, dhe ja ku e ka pru derisa në Kosovë. Pra, ju profesor, po thoni që ato mesazhe që dolën nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, për që referoheshin si idiot, pavarësisht se u mohuan nga Ministria e Jashtme, e reflektojnë gjendjen atje. Sigurisht ato mesazhe për bes i shkojnë se vërtet në Kosovë ka kryesisht prej kryeministëve sjellje idioteske. Edhe ajo paraqitja e mbrëmshme e Kuran Muratit me një fjalim skandaloz. Vazhdimi i episodit apo përsëritja e episodit të njëjtë nga zoti Kurti 15-12. Vërtet janë edhe media në kishin kundër, sepse nuk munguan duar përgjigjet ironike dhe nga media. Doli me kandidatën Feride Rushiti në një vend ku nuk i takon, aty është bëhen konferencat për shtëp të presidentes së shtetit, doli zonja Feride e mashtruar, e manipuluar nga zoti Kurti, sepse e ka ditë shumë mirë. Unë befasohem sepse një që 26 vjet, 25 vjet e një zonjën doktoreshën Rushiti, që në atë kohën kam punu në ministri, me një ministri ku i kemi pas ndërtesën, ajo ka punu me një ministri tjetër, por me gjithatë e njimi është zonjë nderuar, e respektuar, por një mashtrim i tillë vërtet
nuk është dash t'ja bëj Albin Kurti një zonjë të tillë, sepse ai ka qenë 100% i sigurt që zonja Feride Rushiti nuk do të zgjedhet, sepse në këtë formë opozita nuk do të merr pjesë, edhe ky mashtrim që dëshironte ta fus në momentet e fundit zonjën Vjosa Osmani kundër kandidate të zonjës Feride, e cila një natë më herët i mori 63 vota dhe t'i bëj kandidaturën me zonjën Vjosa Osmani, vërtet ka qenë një tallje e jashtëzakonshme, pa kuptim e zotit Kurti, i cili gjoja po ofron bashkëpunim, gjoja po i ofron mundësinë momentet e fundit me 15 nënshkrime dhe ai edhe nëse nuk i ka LDK-ja 15 i ka 12, na ja bujmë edhe 18, kjo vërtet është një tallje edhe komplet prej momentit të vendimit gjykatës kushtetuese. Zoti Kurti është tallur vazhdimisht me momentet e fundit, kishte po takohet me LDK-n, por në asnjë moment nuk ju ka dhënë shansa partive opozitare që të propozojnë. Nuk delnin PDK-ja me kandidat, sepse ky vërtet me tallet pastaj me ta, edhe sigurisht nuk ka dasht edhe PDK-ja, sepse e patëm rastin e Arsim Bajramit. Është intelektual, është njeriu më i mirë që e ka Kosova për kushtetues, për gjykatë kushtetuese, dhe pse nuk e pranon kandidaturën e pavarur. Ishte ai më herët në PDK, por megjithatë sot është në Akademinë e Shkencave dhe është i pavarur dhe kanë mundur shumë thjesht, nëse po dojnë kandidat konsensual, edhe unë mund me them lirisht se zoti Arsim Bajrami, i cili është vendasi imi, nuk është një njeri që është militant i ndonjë partie politike, por është ekspert edhe profesionist i zgjuar, andaj e kishin zgjidhjen në dorë kur vetë kandidaturën e shpalli zoti Arsim Bajrami, por ja që nuk e pranuan dhe jemi sot në prag edhe po shkojmë drejt zgjedhjeve. Mendoj që janë shterë gjitha mundësit që zoti Kurti ta dërgoj edhe një kërkesë gjykatë kushtetuese edhe ta shtyj afatin, sepse vendimi i fundit ka qenë shumë i sqaruar. Dështon zgjedhja presidentit, shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme 45 ditë dhe nga sot duhet fillojmë të numërojmë ditët dhe zonja Albulena Haxhiu t'i thirr partitë politike dhe të caktoj datën e zgjedhjeve 31 maj ose 7 qershor. Ky muaj do të jetë intensiv, profesor, do të falenderoj shumë për bisedën sot, për bisedën që zhvilluam dje, për dekryptimin e aktualitetit atje dhe zhvillimeve, atë që pritet të ndodhë. Të falenderoj shumë, profesor, dhe në emër të publikut tonë, të jam mirënjohës. Nuk jam i lumtur, nuk jam i gëzuar që në vazhdimsi e kom para pa këtë gjendje, por Kurti është aq i lexueshëm sot që nuk është fare problem me ditë se çka paramendon ai. Edhe nëse i merr 40 vota, mbi 40 vota, përsëri do të na çojnë zgjedhje dikon ka fundi i vitit. Urojmë që të zgjidhet në qershor dhe të kemi një verdikt të qartë për të shmangur zgjedhjet e tjera në të ardhmen dhe për të forcuar institucionet që edhe në syrin e ndërkombëtarëve, por edhe të armiqve, këto duket sikur ju shkojnë jo fort për shtat. Të falenderoj shumë, profesor. Faleminderit, ishte kënaqësi.